U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit. Gjithmonë në pjesën e dytë kemi të ftuarit tanë special ku trajtojmë gjithmonë tema të ndryshme. Kësaj radhe, pasi të jemi në prag të muajit të Ramazanit, hyrja në Ramazan me një shpirt të pastër nënkupton vetdije, pendim dhe gatishmëri për ndryshim. Por sa e rëndësishme është kjo përgatitje shpirtërore dhe si duhet ta bëjmë atë në mënyrën e duhur për të folur më gjerësisht rreth kësaj teme. Sot kemi të ftuar teologun Nusret Ramadanin. Përshëndetje i nderuar, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Faleminderit, përshëndetje për juve dhe gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në këtë moment. Mund të na thuani pse është e rëndësishme që besimtari të hyjë i pastër shpirtërisht në muajin e bekuar të Ramazanit? Fillimisht e falenderojmë Zotin dhe dërgojmë përshëndetje mbi profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij dhe gjithë besimtarët musliman që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Agjerimi një prej faktorëve kryesor që neve na mëson se si duhet ta kalojmë muajin e Ramazanit, konkretisht agjerimin si ritual, është që ta pastrojmë shpirtin ton, që të futemi në Ramazan me pastrimin e shpirtit ton, duke i pas parasysh gjitha rekomandimet që feja islame na mëson që prej qëllimeve dhe objektivave kryesore të muajit të Ramazanit është që besimtari të jetë më i devotshëm. Besimtarin ta prek të hynë në Ramazan me shumë ngarkesa, nërsa del prej Ramazanit i pastruar prej atyre ngarkesave. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar dhe i shpëtuar është ai person i cili ka arritur që ta pastron veten e tij. Çështja e pastrimit në këtë aspekt është pastrimi më tepër shpirtëror, për shkak se njeriu që në fillim të muajit Ramazanit e ka një orar një agent të njohur për besimtarët që duhet ta përcjell 30 ditë të plota, edhe në fund e kurorëzon edhe përfundon me festën e Bajramit. Pastrimi është i nevojshëm. Dinamika e jetës sot është bërë shumë e ngarkuar, ku shumë njerëz ankohen prej problemeve të ndryshme, dhe kur futen në Ramazan, një prej gjërave kryesore dhe shumë të rëndësishme që edhe vetë besimtarët e potencojnë është se pikërisht Ramazani e ka një orar shumë të rëndësishëm edhe në shtëpitë tona, për shkak se na tubon edhe na mbledh qysh në sofrën e iftarit. E na tubon kur e bëjmë darkën e iftarit bashkarisht, gjë që në jashtë Ramazanit shumë është e vështirë kjo të ndodhë për shkak të angazhimeve dhe agjendave të ndryshme që i kemi. Që të mblidhemi gjithë në sofër së bashku. Që të mblidhemi gjithë në sofër. Për këtë arsye, pastrimi i shpirtit të besimtarit në Ramazan është një prej kërkesave kryesore që duhet ta organizon muslimani para se të futemi në Ramazan, meqense edhe shumë pak ditë na ndojnë nga fillimi i muajit të Ramazanit. Kjo me seriozitet plot duhet ta merr çdo besimtar që nëse ka pas edhe kjo ndodh, në shoqëritë tona, ka zënka, ka përplasje, ka mosmarrveshje me mikun e tij, me farefisin, me të afërm, le ta shfrytëzon momentin që para se të futet në Ramazan ti rregullon edhe ti ndërton këto marrëdhënie dhe raporte me qëllim që të futet në Ramazan edhe të jetë, fillimisht Zotit që t'i kënaqur me të, ta pastron shpirtin e tij duke rregulluar raportet edhe me njerëzit në përgjithësi, në rrafshin horizontal me njerëzit duhet që t'i përmirësoj raportet, për shkak se fundja ne kërkojmë faljen e Zotit, themi o Zot na fal, mirë po nëse nuk kemi në gjendje që ta falim njëri tjetrin, kjo është me të vërtetë një handicap shumë i madh që duhet ta rishikojmë, kjo është një gabim. Edhe për atë arsye secili besimtar, secili individ i cili synon pastrimin e shpirtit të tij në Ramazan, fillimisht duhet që ti rregullon raportet që i ka me farefisin, me njerëzit edhe që e rrethojnë në punën e tij edhe aty ku vepron. Të themi se duhet kërkuar falje para se të fillon muaji i bekuar i Ramazanit ndaj atyre njerëzve me të cilën nuk kemi raporte të mira apo kemi mosmarrveshje. Gjithsesi, falja është një kriter shumë i rëndësishëm që e tregon edhe forcën e një muslimanit, forcën e imanit dhe besimit që e ka ai, për shkak se profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thonë
lejse shedidu bis sur'a wa innama shedidu liman yamsik nafsahu inda al-ghadab, me qëllim po e them edhe tekstin origjinal në gjuhën arabe, që do të thotë nuk është i fuqishëm ai i cili fiton betejat, do të thonë me fuqi që mund të verbalisht të ballafaqohet me dikant që ta mund. I fuqishëm i vërtet është ai njeri i cili arrin që ta frenon dhe ta ndal hidhrimin e tij në momente kur hidhrohet, do të thonë që ta stopon veten e tij dhe thotë ose që ta fal të tjetrin. Ai është njeriu më i fuqishëm, do të thonë edhe më i mirë. Në këtë rast do të thonë meqense se Ramazani është një ofertë shumë e madhe e Zotit. Zbret falja e madhe e Zotit, të gjithë njerëzit e dëshirojnë. Madje edhe agjendat e njerëzve dallojnë në Ramazan, për shkak se në Ramazan prangosen gjajt. Edhe kjo është mundësia shumë e madhe që njerëzit për me bë mirë më tepër, edhe jo rastësisht edhe brenda ditëve të Ramazanit, sa që të fillon Ramazani e shohim se është një fluks i madh i besimtarëve që i vizitojnë xhamit. Kjo është një prej rezultateve, është për shkak se gjajt janë prangosur, edhe njerëzit për me bë mirë janë më shumë kanë prirje dhe më tepër janë të angazhuar që të bëjnë mirë. Gjithashtu edhe aspekti i lëmoshës, i sadakas që e themi në gjuhën e fesë, është më tepër i theksuar gjatë muajit Ramazanit, për shkak se gjithashtu edhe gjajt janë të prangosur. Falja e madhe edhe pastrimi i shpirtit ndodh pikërisht për shkak se pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili zgjohet gjatë ditët e Ramazanit, ditët dhe netët e Ramazanit, i kalon, do me thonë, me angazhimin fillimisht ndaj Zotit që i ka, duke i kryer ritualet që i kërkohen aty. Pastaj duke shpresuar në shpërblimin e Zotit, se na gjithë këtë e bëjmë për shkak se Allahu do të na shpërblen për këto vepra të cilat i bëjmë, me bindjen tonë plot, do t'i falen mëkatet të cilat i ka vepruar në të kaluarën. Për shkak se jemi njerëz edhe të gjithë gabojmë edhe bëjmë mëkate që i dim dhe nuk i dim, e Ramazani është një pastrues i gjunaheve tona. Madje edhe një prej kuptimeve të muajit të Ramazanit është se i djeg mëkatet, i menjanon, i largon të gjitha gjunahet të cilat besimtari i ka bë, ka pas mundësi që t'i bën, do të thonë gjatë vitit. E me Ramazanin është një ofertë e mirë, sidomos tani që është edhe koha shumë e mirë, është koha e shkurtë. Besoj që nuk paraqet ndonjë problem, ne i kemi edhe ndëgjojmë bisedat e të parëve tonë, e gjeneratave më të vjetër që e kanë arrit Ramazanin edhe në kohëra shumë më të vështira gjatë kohës verës, me punë, me angazhime shumë më të mëdha, mirë po nuk janë dorëzuar asnjëherë dhe nuk janë zbrapsur, përkundrazi ata kanë qëndruar stoik edhe kanë qenë stabil ndaj këtij adhurimi, edhe me nostalgji çdo herë e kujtojnë. Edhe ne tani jemi në kohën shumë të mirë, besimtari duhet ta fillon që në fillim. Është një fjali e tregova dhe dikont me një pjesë të publikut tonë, njëri prej dietarëve të vjetër musliman, kur ka ardhur dita e Bajramit, ju ka thonë muslimanëve: "Lejse al-eidu liman labisa al-jadidu wa innama al-eidu liman ta'atuhu al-yazidu." Thot, nuk është Bajram, kur ka ardhur dita e Bajramit, thot nuk është esenca edhe poenta e Bajramit nuk është me blej rroba të reja, që zakonisht është traditë e jona. Me blej edhe fëmijët më tepër gëzohen, po edhe gjithë muslimanët i vishen me edhe të rriturit, sigurisht po. Thot nuk është poenta dhe esenca kryesore që njeriu të stoliset me tesha dhe me rroba të reja. Qëllimi i Bajramit është që të arrin prek devotshmëria në shpirtin tonë, të arrin të pastroj shpirtin tonë. Me dhënë ky reflektim duhet kërkohet, reflektimi bazë edhe esencial është që besimtari del nga Ramazani që si rezultat i kësaj është e ka pastru shpirtin e tij. Dhe kjo është e pointa dhe qëllimi kryesor, një prej objektivave që na mëson Ramazani, që dalim nga Ramazani me gjunahet falura, me devotshmëri të madhe dhe gjithashtu me shpirt të pastër, t'i pastrojmë shpirtrat tonë. Mund të na thuani nëse dikush hyn në muajin e bekuar të Ramazanit, pa u përgatitur shpirtërisht, e humb ai vlerën e plotë të këtij muaji? Ne kemi të qartë se çdo ibadet, çdo ritual në fenë tonë kërkohet niyeti. Do të thonë para niyeti që është qëllimi, duhet ta bëjmë qëllim. Tani është momenti të ndizen motorat. Do të thonë për vepra të mira, ta bëjmë niyet, tani ta planifikojmë agjendën, secila punë ka agjendën e vet. Do të thonë edhe emisioni juaj sigurisht e ka agjendën e vet, pjesa e parë, pjesa e dytë, dhe patjetër shkohet në bazë të asaj. Edhe Ramazani e ka këtë. Nëse hym në Ramazan
Njëjtë si kurse muaj tjerë, kjo është një sezon si kurse tregtarët, si kurse profesorët, të gjitha nivelet e jetës tonë kërkojnë para përgatitje për të futur me një projekt të caktuar. Edhe Ramazani është një projekt shumë i madh që besimtari duhet të futet me një para përgatitje. Nuk mund të futemi ashtu lehtë. Madje është interesant, për shembull, Ramazani është muaji i Kuranit, librit të Zotit. Edhe nëse besimtari ka gjatë gjithë vitit shumë pak është marrë me Kur'an, tani në Ramazan duhet që më tepër të lexon Kur'an për shkak të shpërblimeve të mëdha që i posedon libri i Zotit Kur'ani. Edhe madje pikërisht në muajin e Ramazanit ka filluar të zbritet ky libër i madh Kur'ani. Edhe nëse dëshirojmë të kemi bereqet në shtëpitë tona, të kemi begati, qetësi, rahatllëk, komoditet, duhet që ta lexojmë fjalën e Zotit. Ndoshta edhe pse nuk e kuptojmë, edhe pse është mirë të ndalemi edhe të shikojmë, të meditojmë rreth fjalëve të Zotit, mirë po edhe leximi ata të cilët e dinë leximin e Kuranit, ata që nuk e dinë duhet shpejtojnë që ta mësojnë për shkak se gjuha arabe tani është bërë një prej gjuhave shumë të gjalla, të frekuentuara që e flasin një numër i madh i njerëzve, edhe nuk është e vështirë, mund të mësohet, edhe ka sigurisht kurset dhe trajnime të ndryshme që mund të e lehtësojnë mësimin e gjuhës arabe, leximin që të merren me Kur'an e kanë fjalën më tepër për shkak të shpërblimit të madh që Allahu e ka garantuar. Pastaj mos harrojmë se për gjithë që po na ndjekin, se muaji Ramazanit e ka edhe natën e Kadrit. Kjo është një natë jashtëzakonisht e madhe, një natë e caktimeve dhe e përcaktimeve, që njerëzit, një pjesë e njerëzve nuk e kuptojnë esencën reale të kësaj nate. Edhe mendojnë se tani në këtë natë ne duhet ta festojmë me ndonjë ëmbëlsirë, apo të bëjmë ndonjë ahenk, ose të rrimë qëndrojmë pak më vonë, të bëjmë biseda. Jo, kjo natë duhet më tepër të përkushtohemi në lutje, të qëndrojmë edhe tërë natën, madje ja vlen që ta kërkojmë natën e Kadrit duke u lutur, për shkak se Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e dunjas edhe kërkon prej robërve të vet, a ka dikush që mblutet që t'i japon diçka nga ajo që kërkon. Kërkesat tona janë shumë të mëdha. Prej kërkesave kryesore që besimtari ose besimtarja nuk duhet të harron, o Zot na fal. O Zot na fal, na bën pjesëtar të xhenetit dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Kjo është kërkesa primare, kryesore, që nuk duhet të harron besimtari këtë tutje. Pastaj sigurisht është edhe shumë legjitime, është shumë e drejtë që të kërkojmë edhe të mirat e kësaj bote, për shkak se Islami na ka mësuar që ne nuk duhet të lutemi vetëm për të mirat e botës tjetër, por gjithsesi duhet të lutemi edhe për të mirat e kësaj bote. Allahu thot Kur'an: Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira edhe në botën tjetër. Duhet ta bëjmë një ekuilibër mes kësaj. Besimtari lutet edhe për të mirat e kësaj bote, edhe për të mirat e botës tjetër. Sigurisht të mira dhe begati të shumta kemi që edhe Kur'ani ka numëruar, për shembull kemi në shëndetin tonë që duhet ta falenderojmë Zotin që Allahu na ka dhënë shëndet. Nuk na ka sprovuar me smoje të tjera. Pastaj duhet lutemi edhe për njerëzit të cilët janë sprovuar me sëmundje, me borxhe, me probleme të ndryshme, që Allahu t'u largon ato. Tani është momenti i lutjeve në Ramazan. E kemi iftarin që pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë lutja e agjeruesit kur është në prag të iftarit. Minutat e para se me bëj iftar pranohet. Edhe aty duhet ta shfrytëzojmë. Jo zakonisht që si ndodh, disa njerëz thonë e ka zonë Ramazani, mos i fol tash para iftarit, sa ajo është shumë nervoz. Kjo është gabim. Besimtari duhet ta kultivon edhe durimin e tij. Kjo është esenca. Edhe ne nëse kemi abstenuar nga ushqimi, haja dhe pija, duhet të abstenojmë edhe nga gënjeshtër, duhet të abstenojmë edhe nga nervozizmi i tepruar. Duhet të kujdesemi me fjalët tona, duhet ta kemi parasysh se në agjerim duhet të agjerojnë edhe qelizat tona, edhe ndjenja jonë. Duhet të kemi parasysh edhe aspektin e egos, edhe pasioneve të ndryshme që shpeshherë e kaplojnë, njeriu. Duhet tjetë pak ta stopon veten, se unë jam agjerueshëm, edhe jo rastisht pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka thonë në momentin kur je agjerueshëm, ndonjëherë ka mundësi që ballafaqohesh me ndonjë person, me ndonjë individ i cili mund të sulmon, mund të përdor fjalë, mund të ndodhë ndonjë grindje, po ti si musliman, me qenë se je duke realizuar një adhurim shumë të madh, është mirë që ti thuash atij Allahumma inni saim, o Zot, unë jam agjerueshëm, edhe i thonë unë jam agjerueshëm. Unë nuk dua sherr, nuk dua bela, nuk dëshiroj të vinë nivelin tënd. Unë jam duke kryer një adhurim shumë të madh. Synimi im është diku tjetër. Nuk do të merrem që ta prishi
qëllimin tim që e kam filluar ajo është agjerimi i muajit të Ramazanit. Për atë arsye, konflikteve duhet t'ju largohemi, krahas asaj që duhet të agjeron domethënë stomaku jon të ndalon nga ushqimi, duhet edhe mendja jon, mendimet tona t'jenë më të kthjellta, t'jenë më pozitive, të jemi më produktiv gjatë muajit Ramazanit e kështu me radhë. Mund të na thuani se sa ndikon pendimi i sinqert në pranimin e agjerimit dhe adhurimeve gjatë këtij muaji? Pendimi i sinqert, pendimi në çdo kohë është i mirëpritur, madje është kërkohet për shkak se Zoti në Kur'an thotë wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Të gjithë ju o besimtar pendohuni te Zoti nëse dëshironi të shpëtoni. Të gjithë ne e duam shpëtimin edhe pendimi gjithsesi kërkohet çdo herë. Tani dikush mund të hamendet edhe shpeshherë prej njerëzve që e kanë ngarku veten me mëkate, që ata vetë e dinë, Zoti ka mundësi nuk ma fal. Çdo herë që pendohesh Zotit ty ta fal, Allahu madje i don ata njerëz të cilët i kërkojnë falje, edhe pendohen, i kthehen Allahut. Unë jam rob i cili e kam ngarku veten me shumë mëkate. Pejgamberi Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse robi e ka arrit kupën e qiellit lart me mëkate, thot Allahu e fal edhe nuk e ka dert. Do thonë ti fshin të gjitha mëkatet. Edhe pastaj ka edhe ajete të tjera në Kur'an, për shembull Allahu ju drejtohet besimtarëve, thot o ju të cilët e keni ngarkuar veten me gjunahe, shpejtoni drejtohuni te Allahu me falje. Allahu e don, do thonë tani është momenti më i mirë edhe në Ramazan, shkaku i vlerësimit të kohës që gjendet, që e ka bërë feja islame dhe tekstet e sheriatit, muajit të Ramazanit, që besimtari nuk duhet ta neglizhon në asnjë rast pendimin. Çdo ditë duhet me u drejtu Zotit me pendim. O Zot, pendohem që pas Ramazanit do të dalë më i mirë. Edhe kjo është esenca nëse dëshirojmë ta dim një projekt i caktuar, duke përfshirë edhe Ramazanin si shkollë që është, nëse duhet ta dim se a është i pranuar, duhet ta shikojmë se vetja jon, a kemi dalë pas Ramazanit, a jemi pak më të mirë, a jemi më produktiv edhe me shoqërinë, a jemi më të mirë në raport me Zotin, për shembull edhe namazet ditore, a i ruajmë në xhami, për shembull, sidomos gjinia mashkullore që e kanë obligim që të dalin edhe t'i falin namazet në xhami, si është raporti jot me thirrjen e ezanit. E kështu me radhë, me thonë, kjo Ramazani duhet na mëson që besimtari çdo herë, çdo kohë, çdo moment duhet t'i kthehet Allahut me pendim. Kthimi më i mirë është kthimi te Allahu. Është interesant edhe një frazë që e përmendin dietarët islam, thonë njeriu kur friksohet prej diçkaje, hik nga ajo, ndërsa kur friksohet prej Zotit, shkon te Zoti. Kjo është interesant se ne kur friksohemi prej Zotit, prej dënimit të Zotit, kthehemi te Zoti. Ndërsa prej gjërave tjera, për shembull sikurse tërmetet, për shembull, kur ndodh tërmeti, ikim nga tërmeti, askush nuk qëndron. Madje i braktisim edhe shtëpiat tona për shkak të rrezikut që na godet. Ndërsa në rast kur friksohemi prej Zotit, edhe frika jon vazhdimisht duhet të na shoqërojë mbikëqyrja e Allahut, për atë besimtari i drejtë që ka frikë Zotin, që ka parasysh që Allahu na mbikëqyr në çfarëdo lloj situate, ai nuk ka nevojë as për kamera. Keni pa kur hin me një objekt, thonë keni kujdes se këtu është në mbikëqyrjen e kamera. Pastaj njerëzit rrinë pak më të kujdesshëm për shkak se jemi në mbikëqyrje, në lëvizje. Mirë po, kur ta kemi parasysh se Allahu na mbikëqyr vazhdimisht, edhe pse nuk ka kamera, atëherë edhe sjelljet tona manifestohen pak në mënyrë më të përgjithshme, pak më ndryshe. Mund të na thuani si mund ta ruajmë pastërtinë shpirtërore jo vetëm gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, por edhe ditëve të tjera? Pastërtinë shpirtërore edhe gjatë ditëve të tjera duhet ta ruajmë duke ju shmang çdo mëkatit. Duke ju shmang çdo mëkatit për shkak se profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë se zemra e muslimanit e godet një pikë nga mëkati, pikë e zezë. Pastaj e zgjerohet ajo dhe bëhet e madhe, pastaj edhe mëkatet të bëhen diçka normale. Njeriu kur fillimi i gjunahut bëhet ndoshta ai besimtari i cili ka iman, ka ndjesi, fillimi i duket, pastaj
kur fillon edhe mëson veten e tij me mëkate, pastaj edhe i njëlloset edhe shpirti i tij dhe kështu nuk arrin dot që ta ruan pastërtinë e shpirtit të tij. E për këtë arsye largimi, menjanimi nga mëkatet, aq sa ka mundësi të largohet, sidomos nga ato mëkatet e mëdha, sikurse janë për shembull kamata, ata të cilët merren me fajde, me kamat, është një prej mëkateve shumë të shëmtuara, të mëdha. Pastaj shirku, që është mëkati numër 1, ti bësh shok Zotit. Pastaj kemi pirja e alkoolit, që njerëzit ka mundësi dikush nuk e llogarit, ku me di, kjo është një prej mëkateve, nëna e të këqijave, kështu e ka emërtuar profeti Muhammed alayhis salam. Pastaj amoraliteti, që gjithashtu është prej mëkateve të mëdha. Edhe disa mëkate të mëdha që secili shikues mund që t'i shfleton, edhe është mirë që të kërkon edhe në internet, po edhe të pajiset nga literatura islame, të njoftohet me këto mëkate që të ruhet prej tyre, madje të largohet. Në shumë versione, Allahu në Kur'an kur flet për këto mëkate të mëdha thotë mos u afroni. Se din se njeriu i cili në moment kur të afrohesh, ti e ke ndotur shpirtin tënd edhe nuk arrin dot që ta pastrosh në momentin kur afrohesh nga këto mëkate. Pastaj çështja tjetër se si ta ruajmë, domethënë në përditshmërinë tonë, pastërtinë e shpirtit tonë, është kur besimtari lexon Kur'an. E përmenda edhe më herët, leximi i Kur'anit e stabilizon shpirtin, e pastron shpirtin. Për shkak se edhe profeti Muhammed alayhis salam ka ardhur që t'i pastron shpirtat e njerëzve, e besimtarëve. Edhe kjo është një prej mesazheve kryesore që e bart profecia e Muhamedit alayhis salam, është që t'i pastron besimtarët. Ka ardhur me Kur'anin. Edhe leximi i Kur'anit me automatizëm ndikon në pastrimin ton të shpirtit. Domethënë një shtëpi, nëse kërkohet, sidomos tani para Ramazanit, secili musliman mundohet që ta zbukuron, ta pastron shtëpinë e vet, për shkak se është duke na ardhur një muaj i begat ku besimtarët do të shtrojnë sofra, ftohen miqt të dashurit, familjarët, kjo është mirë vizitat. Krahas asaj që mundohemi ta pastrojmë shtëpinë, besimtari duhet ta pastron edhe shpirtin e vet. Një prej faktorëve kryesorë si pastrohet shpirti edhe si ruhet, është leximi i Kur'anit. Domethënë me leximin e Kur'anit arrim që ta pastrojmë shpirtin tonë dhe stabilizohet edhe shpirti jonë. Atëherë, i nderuar, mund të na thoni cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë besimtarët musliman pranë këtij muaji të bekuar të Ramazanit? Mesazhi im kryesor është se le ta mendojnë se ai i cili është agjerueshëm e ka një derë në xhenet e cila quhet Rayyan. Edhe aty do të futen vetëm agjeruesit. Madje agjerimi i muajit të Ramazanit është një prej ibadeteve gjigante, shumë të mëdha, që nuk duhet ta anashkalohet edhe aq lehtë. Madje është interesante, lexoja para disa ditëve një hadith të profetit Muhammed alayhis salam, i cili thotë agjerimi ka imunitet. Për shembull, kemi ndëgjuar në literaturën e fesë islame se njeriu i cili ka bërë vepra të mira dhe kur del para Zotit, por njëkohësisht ka bërë edhe vepra jo të mira. E ka sulmuar, i ka bërë padrejtësi atij, do të fillohen edhe t'i merren nga veprat e mira që i ka bën dunjë për shkak të këtyre të këqijave që ka qenë pengesë, që ka qenë zhvatës apo probleme i ka bërë dikujt tjetër. Përveç agjerimit. Agjerimi ka imunitet që nuk mund, për shkak se Zoti fuqiplot ka thonë agjerimi është i imi edhe unë paguaj për te. Dhe për këtë arsye, më thonë, nuk do të mund që t'i merret shpërblimi i agjerimit për shkak se Allah subhanahu wa taala e ka garantuar agjerimin e muajit Ramazanit për besimtarin. Për atë arsye do të futet në xhenet ai musliman i cili e ka agjeru Ramazanin me sinqeritet, të plot. Domethënë sinqeriteti duhet të prek zemrën tonë. Nuk duhet të hym në Ramazan vetëm se tradit me kështu të parë tonë, jo, hym për shkak se është fillimisht Zoti e kërkon nga besimtar që të agjerohet ky muaj. Pastaj nuk duhet, mesazhi im i fundit gjithashtu është që muslimanët gjatë muajit Ramazanit sa më tepër të frekuentojnë xhamin. Ka ligjërata të ndryshme nga hoxhallarët ku duhet të pajisemi me informacione rreth fesë islame. Ka ligjërata që prekin gjithashtu edhe pjesën sociale të popullit tonë, që kemi nevojë të ndëgjojmë edhe ligjërata me tematika edukative që prekin edhe sidomos pjesa e rinisë që ka nevojë më së përmi në kohën e digitalizimit tani ku dhe në kohën e globalizmit në përgjithësi ku kanë filluar që
shfaqen edhe shumë shthurrje të ndryshme në shoqërinë tonë. Besoj se këto do t'i shërbenin pozitivisht këto ligjërata, edhe është mirë që të frekuentojnë xhamit aty ku ka ligjërata, besimtarë sidomos gjatë muajit Ramazanit, edhe ata të cilët mund të marrin pushime, është mirë tani në Ramazan ta shfrytëzojnë pushimin që me qëllim që ti përkushtohen më tepër muajit Ramazanit, të ndjejnë më tepër, të jenë më të lirë, për shkak se e kemi parasysh dikush është në orar të plot të punës, edhe kemi pas të raste thotë nuk kam mundësi edhe në xhami të dal nga shkaku i ngarkesave të mëdha që i kam me punë. Tash ai secili le ta mat me atë matjen e vet që e ka, mundohet mos paku 10 diqin e fundit që është 10 diqi më i mirë i muajit Ramazanit. Ajo finalja ku ngërthen shumë bonuse të mëdhaja që besimtarit mundohet maksimalisht ta shfrytëzon, edhe urojmë për gjithë besimtarët që Zoti të na i mundson hyrjen e muajit Ramazanit, për shkak se edhe pak ditë na kanë ngelur, që ta fillojmë këtë muaj të bashkuar, të unifikuar, me shëndet të plot, në ambiente familjare, në ambiente shoqërore, të jemi më afër njëri tjetrit, të ofrojmë ndihmë ndaj shtresës së varfër, të cilët janë në numër të konsiderueshëm, që tani në Ramazan edhe ata presin që besimtarët të solidarizohen me ta, dhe për fund lutja ime është që Zoti të na i pranon këtë vepër të madhe agjerimin. Gjithashtu edhe juve ju falenderoj për ftesën edhe gjithë stafin e televizionit juaj dhe ju dëshiroj shëndet dhe gjitha të mirat dhe sukseset shumëta. Faleminderit. Ju falenderit edhe nga ana ime që nda gjitha këto mesazhe pikërisht për besimtarët musliman, për shikuesit e televizionit të Maqedonisë në prag të muajit të Ramazanit. Ju falenderit.